psikologe klinike me profesion, e do të flasim sot për shumë gjana bashkë, por gjithsesi ajo do të na tregoj për rrugtimin e saj midis disa punëve që ajo bën, si udhëheqëse e klinikës së saj, mësuese e mësimit klasor, e shumë gjana bashkë do t'i ndjekim së bashku në vazhdim. Linda, mirë se vjen, kënaqësi me të. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, kam kënaqësi. Ne do të kthehemi pak më rapa në kohë për të kuptuar se çfarë ju ka shtyer apo çfarë ju ka motivu pikërisht për të studiuar për psikologjinë, por përpara kësaj na trego pak edhe se si ka qenë Linda si fëmijë në moshë të hershme. Linda si fëmijë ka qenë një fëmijë shumë i qetë edhe ka pasur ambicie mjaft të mëdha. Mirë po, arsyeja pse më ka shtyer që të vazhdoj të studioj psikologjinë ka qenë pjesa që si fëmijë kam pasur dëshirë të shoh emocionet e të tjerëve. Po ashtu t'ju ndihmoj shumë të tjerët, të ndihmoj, më fal. Pastaj e ka ardhur si ide që të vazhdoj të studioj. E kam parë që nuk është veç një pasion, mirë po është një prirje për të kaluar në profesionin dhe psikologjia. Kush kanë qenë persona që të kanë shtyrë në fillim, ata që të kanë mbështet, ata që të kanë dhënë krahët në një farë fjalë? Po, mbështetja kryesore ka qenë kryesisht prej familjes, ata më kanë përkrahur në çdo aspekt, në çdo ambicien time që kam pasur. Mirë po pastaj edhe shoqëria, edhe rrethi që më kanë rrethuar, profesorët dhe shumë tjerë që kanë pasur afër vetes dhe ata kanë qenë shtytësit e mi që më kanë pru deri këtu dhe për këtë e falenderoj fillimisht familjen dhe pastaj të gjithë ata që më kanë qëndruar afër. Po patjetër, ke filluar shumë e re në shkollën fillore dhe më pas të ka përndjek kjo jeta akademike, po e quaj kështu, gjatë disa viteve të rëndësishme të jetës tonë. Na përshkruaj sa do pak në përhapa në për cilat ti ke kaluar. Po, në shkollimi fillor ka qenë shumë normal kemi, po për ta ditur rëndësinë e shkollimit dhe arsimimit ka qenë për shkak se kemi si fëmijë kam udhëtuar shumë kilometra për të arritur diçka, për të bërë diçka në të ardhmen dhe kjo më ka shtyer edhe më shumë që ta di rëndësinë e shkollimit dhe arsimimit, për shkak se si e vogël në klasë të parë kam udhëtuar me autobus dhe kemi pasur ka qenë borë ftohtë edhe kemi pasur shumë vështirësi për të udhëtuar për shkak se transporti nuk e kemi pasur të siguruar dhe ka pas raste që autobusi kaloi edhe nuk na ka marrë për shkak se s'kemi pas të holla edhe kjo ndodh që na vështirësoi edhe më shumë pjesën e shkollimit dhe kjo ka qenë që ka pas një rëndësi mjaft të madhe shkollimi. Pastaj shkollimi mesëm ka qenë krejt drejtim ekonomi, kam qenë në shkollë të mesme ekonomi, po pastaj për të vazhduar më tutje rreth edukimit, prindin e kam punën në arsim dhe kjo më ka shtyer edhe pak më shumë. Për tutje. Po si kujton ato kohët e vështira gjatë fillimit të shkollës, si një fëmijë në atë moshë duhet edhe ta përjetoj jo shumë mirë? Po, mendoj që ato gjëra na kanë bërë më të fortë dhe na kanë bërë për ta ditur vlerën e jetës. Për shkak se tash gjeneratat e reja janë pak më ndryshe, i kanë kushtet të gjithë, shkollën e kanë shumë afër ose drejtohen me automjete nga prindërit, mirë po ne nuk e kemi pasur këtë mundësi dhe kjo më ka bërë shumë më të fortë dhe të ecë përpara dhe të vazhdoj atje ku kam dashur dhe të arrijë gjithë qëllimet e. Sa kohë të është dashur të thosh për në shkollë? Prej klasës parë deri në klasë të 9, kemi udhëtuar në një fshat tjetër, për shkak se shkollën e kemi pasur shumë larg nga fshati ku kam jetuar e vogël, pastaj edhe shkollimin e mesëm po ashtu e kam pasur. Gjithë shkollimi ka qenë larg vend banimit ku kam jetuar. Ka qenë e vështirë që për shumë vite ti të kalosh, po themi, çdo ditë këtë sfidë? Po, ka qenë e vështirë, ka qenë shumë, mirë po për shkak se edhe nuk është që kemi pasur edhe më herët kushtet financiare aq të mira për t'i përballuar edhe vështirësitë tjera që na kanë dalë gjatë rrugës. Mirë po e përsëris edhe një herë se gjërat e vështira një gjithmonë e bëjnë një person shumë më të fortë dhe më ambicioz për të arritur aty ku dëshiron. Edhe mendoj që kjo më ka ndihmuar shumë, edhe nuk e shoh si vështirësi, e shoh si një sfidë, një mirë po që më ka ndihmuar shumë. Dhe është e kalu pikërisht për të arritur qëllimin në jetë dhe nuk e ceka pak më herët, por do ta them tani, ti ke përfunduar 3 fakulteta. Dhe gjithashtu master për psikologji klinik.
Na ec pak në për këtë rrugtim akademik. Po, fakultetet, në fillim kam studiuar për Fakultetin Shkenca Sociale për kujdesin dhe mirëqenien ndaj fëmijëve. Kjo ka qenë arsyeja se gjithmonë kam qenë e dashur me fëmijët dhe i kam dashur fëmijët dhe kam dashur të punoj dhe mendoj që edukimi, arsimimi është ylla kryesore e një shteti dhe pa të nuk mund të funksionojmë ndryshe. Dhe këto kanë qenë disa arsye që më kanë shtypur me vazhdu, pothuajse gati të 3 fakultetet që kanë të bëjnë kryesisht me fëmijët, për shkak se dhe pedagogjia ka të bëjë me mësimdhënës të mësimit klasor, po ashtu psikologjia, mirë po psikologjinë prap e veçoj pak më shumë. Po si more këtë vendim, po themi që ti studiosh të gjitha këto, edhe si e menaxhon një njeri kohën, duke marrë parasysh që 2 prej tyre ti i ke bërë edhe paralelisht? Po, gjatë kohës kur kam studiuar, kam qëndru vetëm me libra edhe nuk i kam dhënë hapësirë vetës për aktivitete tjera, edhe mendoj që kam menaxhuar mirë se ju kam përkushtu vetëm fakultetit edhe tash ku jam tash, është fal atyre ditëve që kam qëndru duke mësua, ose duke studiu, tash i kam arrit synimet dhe qëllimet e mia. Po thash pak më herët që përveç punëve të tjera, juve jeni edhe mësimdhënëse. Po. Na e trego pak këtë eksperiencë. Po, si mësimdhënëse punoj që 7 vite dhe kjo është një punë shumë e mirë dhe është edhe kjo po ashtu si psikologjia është edhe humane, që ka të bëjë me arsimim dhe të shpërndash dije tek të tjerët është një ndjenjë shumë e mirë dhe më bën edhe më pozitive se që jam që e ushtroj këtë profesion tash e sa vite. Ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë psikologjia, të studiuarit psikologjinë edhe si shtesë, po themi, për profesionin e mësimdhënëses? Po, më ka ndihmuar për shkak se për të qenë një mësues i mirë duhet me qenë edhe një psikolog i mirë dhe kur bashkojnë këto dyja atëherë rezultati është shumë më i mirë dhe më kanë ndihmuar padyshim shumë. Si psikologe sa vite ke punuar? Si psikologe 5 vite dhe tash që 3 vite ushtroj edhe kam hapur edhe klinikën time që gjendet në Ferizaj dhe aty ofrojmë shërbime të ndryshme që psikologjike, arsimore dhe sociale. Njiheni si një person human, përveç kësaj pjesës si mësimdhënëse që e cilëson si profesion human, por gjithsesi edhe mision mbi të gjitha, edhe te klinika juve keni ofruar diçka të mirë për komunitetin, në këtë rast për fëmijët të cilët kanë nevojë apo thjesht nuk është se kanë mundësi që t'ja dalin banë për të marrë shërbime psikologjike. Po, këtë iniciative kam marrë vetë, pasi kam menduar shumë gjatë dhe edhe pse është pak me vështirësi për me i tejkalu shpenzime që i përkasin një biznesi për shkak se jemi klinikë private, mirë po këtë vendim e kam marrë nga shpirti human që e kam vete dhe kam vendosur që të gjitha ata prind që nuk kanë mundësi financiare, se duke e ditur se një fëmijë, po e marr si shembull që është i diagnostifikuar me autizëm ose përmban elemente të spektrit autizmit, don trajtim afat gjatë dhe është për nga kosto financiare është mjaft e madhe, edhe një prind që nuk ka të ardhur afare atëherë s'ka si të menaxhoj pjesën e trajtimit. Kështu që këtë gjë nuk po e them se ndoshta edhe mund të keq interpretohet, mirë po është që të shkojnë në vesh të atyre që me të vërtet nuk i kanë kushtet dhe mund të adresohen, adresimin mund të gjejnë tek klinika jonë për çdo lloj mbështetje. Nevoje. Vitin e kaluar ka pasur të interesuar, po themi, apo persona të cilët janë afruar për të marrë pikërisht këtë ndihmë? Po, ka pasur vitin e kaluar mbi 10 fëmijë janë trajtu pa pagesë në klinikën tonë dhe vazhdojnë të trajtohen ende, për shkak se nëse e marr një rast me trajtu pa pagesë, atëherë ai rast do të jetë i trajtueshëm derisa të jetë në funksion edhe klinika, derisa të ka nevojë, për shkak se autizmi don trajtim gjatë gjithë jetës. Si e menaxhon kohën, Linda? Më intereson shumë di të jesh mësuese që ke obligime ditore çdo ditë me mësimin klasor, njëjtën kohë edhe të udhëheqësh klinikën tënde, pse jo ndoshta ndonjëherë edhe me pacient, është e vështirë. Po, është pak e vështirë, mirë po, kur e menaxhojmë kohën, e planifikojmë ditën se si do të rrjedh e tërë dita, atëherë arrim ta menaxhojmë
edhe kohën se çka kemi me bërë gjatë ditës. Kështu që e kam edhe stafin që më përkra në aspektin të pjesa e klinikës dhe jam një staf profesional që pa ata nuk do t'isha këtu që jam, kështu që i kam edhe ata që më mbështesin dhe motivimin që kam kur zgjoj mëngjes e di çka kam e bërë dhe e filloj ditën me një pozitivitet edhe mendoj që gjithçka atëherë shkon mirë e mbarë. Do ta diskutojmë pak edhe magjistraturën në këtë rast për psikologji klinike, të cilën e keni përfunduar në Tiranë dhe këtu nuk ka përfunduar po themi rrugtimi yt akademik apo jo? Jo, për shkak se mendoj edhe pjesën e doktoraturës dhe kam menduar dhe kam synim tash për të vazhduar dhe nuk e kam përcaktuar ku do të orientohem këtë aspekt, po mendoj që nëse kish pas profilin që unë dëshiroj në Kosovë, atëherë më mirë do të ishte në Kosovë. Më e lehtë. Po, më e lehtë për shkak se punës, angazhimeve dhe gjatë studimeve të mia kam udhëtuar shumë, kështu që tash kishte qenë më mirë të ishte këtu afër, mirë po. Po mirë, ndoshta edhe i vije mundësia në këtë rast. Besoj që një të ardhmë të afërt. Po, cila ka qenë për ty sfida më e madhe që është dashur ta t'i kalosh dhe duke t'i kaluar këtë sfidë, çfarë ke mësuar për veten gjatë atij procesi? Sfida më e madhe që e kam menduar shumë herë ka qenë si fëmijë kam qenë një vajzë mjaft e ndjeshme edhe kam menduar se si do të përballem me profesionin si psikologe. Për shkak se siç e dim psikologjia na bën që çdo ditë të hasemi me probleme të njerëzve, probleme të ndryshme, shqetësime dhe sfidat më të mëdha kanë qenë, sfida më e madhe ka qenë kjo se si kam arrit me menaxhu këtë pjesën e ndjeshmërisë kur e kam një klient përballë ose një fëmijë që ka një problem ose një shqetësim. Po besoj që shumë shpejt, shumë lehtë kam menaxhu këtë pjesë dhe kam balancu aspektin profesional dhe personal, nuk e kam bart me vete, se ta kisha bart, jam person mjaft i ndjeshëm dhe si sfidë kisha veçu edhe kur e kam përballë një prind, vjen me një shqetësim të një fëmijës edhe kur na duhet t'ja transmetojmë, padyshim që e kemi detyrë dhe profesion, që ta transmetojmë tek prindi shqetësimin që ka fëmija dhe kjo është pak një sfidë, pak që nuk ndihem mirë emocionalisht, t'ja bartësh prindit një çrregullim të një fëmijës, të tregosh që fëmija ka këtë çrregullim, është pak një sfidë që besoj që po arrit ta menaxhoj lehtë, mirë po është pak. Tani, me kalimin e viteve, po besoj që edhe me praktikën bëhet gjithçka më e lehtë, se prap kjo ndjeshmëria është brenda neve edhe nuk kalojnë edhe as lehtë. Po, se mbi gjitha jemi, se shpesh herë e cilësojnë një psikolog, mbi gjitha kemi lind njerëz dhe kemi ndjenja edhe. Pikrisht, njerëz janë edhe psikologët, edhe ata mund t'jenë sensitiv, mund t'jenë ndoshta edhe dita atyre mund të mos ketë shku aq mirë sa duhet, por që kur janë përpara klientit apo klienti përpara atyre duhet t'jenë prezent edhe të mundohen të paktën të bëjnë zgjidhjen për problemet që mund të kenë. Psikologët shkojnë te psikologu? Po, shkojnë, nëse kena nevojë. Zakonisht për këshillime, diçka po, patjetër që nuk është, se shpesh herë cilësojnë të shkosh te psikologu është një dobësi, nuk është dobësi të shkosh të këshillohesh ose diçka nuk ndihesh mirë, e merr një mendim nga një profesionist që ka të bëjë me shëndetin mendor, edhe është shumë diçka normale, po tash është mirë se këto gjëra kanë qenë më herët, tash është janë vetëdijsu dhe shumë mirë është. Kjo pjesë nuk ka diçka problem që nuk po kujdesen njerëzit sa duhet. A mendon që ka akoma hapësirë për tu përmisu ky lloj mentaliteti, kjo po themi dobësie që dikush edhe mund ta ketë, vazhdoj ta ketë? Po mendoj edhe pak, edhe pse shumica janë përmisu, mirë po edhe pak na duhet edhe të kemi një vetëdijsim pak më të mirë, për shkak se kjo pjesë e shëndeti mendor është po aq i rëndësishëm sa edhe shëndeti fizik, andaj duhet të shtrojmë kujdes mjaftueshëm. Ndonjë moment, rast specifik gjatë karrierës që të ka ndihmuar, të ka formsuar si profesioniste?
Rastet zakonisht shumica e rasteve kur i ngritet vetbesimin i klientit që e kam përballë, kjo më ndihmon edhe nëse marr një lavdat prej klientit, posaçërisht që unë e kam trajtu, është për mua një frymëzim që e marr prej tyre. Për shkak se t'ja ngrisësh dikujt vetbesimin dhe ta bësh të mendoj ndryshe, është kënaqësia më e madhe për mua dhe mendoj që atëherë jam shumë më e lumtur se sa nëse kisha marrë milionat, nuk kisha gëzu aq shumë sa që të kesh rezultat pozitiv. Të gëzon rezultati në këtë rast pozitiv i klientëve e kështu me radhë, sidomos ndoshta të fëmijëve, sepse Po, padyshim. shenjat janë më e ndihshme dhe normalisht gjithmonë kënaqësia është më e madhe. A ka mite sa i përket terapisë psikologjike në përgjithësi? Jo, nuk është që ekzistojnë mirë, po nuk është që ka edhe E mirë presin, ndoshta, apo thjesht janë të hapur? thjesht ma shumë janë të hapur edhe nuk është që mendojnë ato gjërat që kanë qenë më herët, për shkak se tash pak më shumë e thash edhe më herët që janë vetëdijsu edhe nuk është që e pengon diçka kjo pjesë. Do të diskutojmë së bashku edhe gjeneratat e reja, sepse ti si një e re me të gjithë këtë rrugtimin tënd akademik, kohëve të fundit nuk është se po i levërdis, po themi, apo po ju duket normale të rinjve dhe të rejave tona, të cilët në një farë forme e kanë jetën përpara, nuk është se po zgjedhin të shkollohen deri në këtë pikë ku jeni ju sot, apo të paktën përfundojnë shkollën e mesme edhe më pas futen nëpër këto rrjetet sociale, mundohen që të bëjnë një jetesë po themi me kreativitet, me krijim të kontentit nëpër këto platforma. Si e shet gjendjen emocionale të këtyre të rinjve, duke marrë parasysh që janë gjithmonë të ekspozuar ndaj këtyre rrjeteve? Unë mendoj që tash gjeneratat e reja e kanë marrë këtë gjë për shkak të rrjeteve sociale, se po shohin gjëra të ndryshme dhe dikush jo gjithçka që shihet është realitet dhe është e vërtetë, po shohin që dikush po bën një jetë më të mirë, po duket që nuk punon fare edhe po bën një jetë më të mirë, po askush nuk mund ta ketë një jetë ashtu pa punuar ose pa punuar për veten dhe ata mendojnë se çdo gjë që e shohin është reale dhe nuk kanë bërë ata asgjë, vetëm ashtu i kanë fituar dhe e kanë krijuar një jetë lukse apo siç mund ta quajnë ndryshe. Dhe kjo gjë pak po ndikon shumë negativisht edhe në aspektin e mësim-nxënjes për shkak se po kanë probleme tash edhe nëpër shkolla dhe nuk po janë të angazhuar atë sa duhet të jenë. Dhe kjo po dëmtojnë edhe në aspektin mendor të ngarkesës për shkak se duke shikuar shumë tunajt zakonisht me orë të tëra pranë ekraneve, telefonave, kjo gjë po ndikon negativisht. Edhe faktori kryesor tash që po kanë ngecje në zhvillim gjuhësor fëmijët është telefoni, teknologjia. Dhe mendoj që duhet pak të shohim gjërat pak më ndryshe, mos t'i lëm ashtu edhe shumë kohë me kalu fëmija ose edhe nëse janë pak më të rritur për shkak se po konsumojnë me gjëra negative. Po i shohim pak sa të lodhur edhe emocionalisht rinin ton. Ndoshta edhe për shkak që po përfshihen edhe në përlidhje, marrëdhënie, ndoshta me kohë edhe toksike gjatë viteve të hershme të adoleshencës tyre. Po, edhe kjo se më parë nuk ka qenë, nuk ka pasur gjëra të tilla, tash po e ceki pra telefonat, rrjetet sociale, ju ka ndihmuar edhe më shumë dhe tash është një fazë për ta, sidomos faza e adoleshencës që kërkohet padyshim nga prindërit që t'ju qëndrojnë pranë dhe të jenë pranë tyre për shkak se aty bëhen devijimet zakonisht dhe duhet të qëndrojmë dhe për t'i këshilluar që mos të devijojnë në këtë moshë për shkak se devijimet më të mëdha bëhen në fazën e adoleshencës. Si po e sheh presionin që po vjen nga shoqëria në përgjithësi, nga këto rrjete sociale, krahasimi që po bëhet online. I përmendë pak më herët që përderisa në internet mund të plasohen fotografi të pushimeve, fotografi ku gjithkush duket bukur, i kuruar, i veshur, ndonjëherë edhe me marka shumë të shtrenjta të cilat
jo nuk janë për standardin të jetesës tonë, e në këtë rast të tjerët krahasojnë vetëm pikrisht me këta persona, në fund të ditës mund të ndjehen jo mirë me veten, që mund të çojnë edhe deri tek vendimet e gabuara. Po, në aspektin emocional, kjo gjë ka ndikuar shumë negativisht, për shkak se duke i parë gjëra të ndryshme në televizione, internet, rrjete sociale, atëherë po shkaktohet një dëmtim në gjendjen emocionale dhe kjo ka të bëj kryesisht me mbi ngarkesat, se për shkak të mbi ngarkesave të mëdha që zakonisht i japim sepse trurit nuk duhet ta ngarkojmë me gjëra që nuk na kryejnë punë dhe kjo shkakton një stres, depresion, pastaj kalon te depresioni, ankthjet e këto gjëra që zakonisht vijnë prej mbi ngarkesave që ja japim trurit dhe këto janë që kanë të bëjnë me çka shohim dhe mbi ngarkojmë trurin pse ai ose ajo po bën diçka më ndryshe se unë, pse unë nuk mundem. Nëse kemi pse në aspektin pozitiv, pse dikush u ngrit më shumë, të ngritem edhe unë, ajo është mirë. Mirë po për gjëra negative, po mbi ngarkohet truri dhe po kalon pastaj problemet e ndryshme. Po gjërat negative unë i cilësoj edhe sipërfaqësore. Të dukesh bukur, të veshësh, të shkosh, të bësh, janë sipërfaqësore, nuk kanë të bëjnë me gjendjen e brendshme, me vetë aktualizimin, me vetë përmbushjen e me gjitha këto. Po, mirë, po nuk duhet t'i marrim, t'i ngarkojmë në trurin tonë, pse dikush vishet më bukur se ti, për shkak se kjo është diçka që e dëmton, nuk kemi nevojë ta dëmtojmë trurin ose ta mbi ngarkojmë me këtë pjesë, për shkak se është diçka që nuk ja vlejmë për ta. Patjetër, padyshim që duhet të dukemi bukur, mirë po jo për ta deri në atë pikë për ta mbi ngarkuar trurin në aspektin emocional. Po cila mendojnë se është zgjidhja e duhur sa i përket këtyre trinjve tanë, duke marrë parasysh që tash edhe prindrit janë bërë pjesë e këtyre rrjeteve sociale, ndoshta edhe ata vetë janë më aktiv se vetë fëmijët e tyre. Dhe në një farë forme kjo rrota, po e quaj kështu, po i merr me vete edhe fëmijët, edhe adoleshentët, edhe të rriturit. Po, kjo gjë prindërit më shumë se fëmijët e tyre po kyçën në telefona, në rrjete sociale dhe kjo është një kopjem që e bën fëmija tek prindi. Në momentin që prindi nuk i kthen përgjigje fëmijës për shkak se është me telefon, atëherë çfarë shembulli mund të jetë edhe fëmija. Kështu që duhet të kemi gjatë jetës duhet të kemi rregulla si për fëmijët, ashtu edhe prindërit të kenë rregulla në përditshmëri për shkak që prindi është modeli i fëmijës dhe fëmija atë që e sheh edhe e bën. Kjo gjë duhet të ndryshojë, padyshim kur fokusi kryesor është në rrjete sociale, telefona, duhet të vendosen rregulla dhe të mos lejohet që të i kalohen limitet e të qëndruarit pranë rrjeteve sociale, se për shkak se kjo është diçka që po ndikon faktori kryesor që po ndikon në uljet vetbesimit, uljet emocionale, shumë gjëra tjera. A mendon që telefoni po bën më shumë dëm se sa në realitet dukuri pozitive? Po, ka disa dukuri pozitive, mirë po tash në kohët e sotit më shumë efekte negative se sa pozitive. Për shkak se asnjë nuk e përdor, shumica e gjeneratave të reja e keq përdorin tash. Po, nuk e përdorin për atë... Për atë çfarë ju nevojitet për të fituar një njohuri rreth një diçka. Për të zhvilluar ndoshta edhe si person, por edhe profesionalisht, sepse në fund të ditës mund ta përdorin edhe për të ngritur veten e tyre në çfarëdo forme profesionale, për punën që do të bëjnë si të rritur. Cila do të ishte zgjedhja imediate që duhet patjetër të merr hap secili prind kundrejt kësaj dukurie? Kundrejt parandalimit të rrjeteve sociale. Po e ceka edhe më herët, nëse të gjithë prindërit kishin me qenë strikt ndaj fëmijëve të tyre, kishin vendosur rregulla, atëherë kjo gjë do të ndikonte pozitivisht, për shkak se Kisha fjalën, a ka ndonjë formë? Ndonjë formë që është më e lehtë ndoshta edhe për prindrit, por edhe për fëmijët për ta pranuar, sepse për momentin ne po e vrem dhe po e shohim që është kthyer në një farë forme gati si varësi. Po, ajo është nëse krijohet si varësi, po prapë zgjedhja vetme është prindi ka për detyrë për t'i vendosë rregulla fëmijës për ta parandaluar, për shkak se fëmija asnjëherë nëse krijon varësi nuk e din që tash është mjaft dhe e lën telefonin.
Kështu që prindja është faktori kryesor që duhet të merret me këtë gjë dhe të vendosë rregulla ndaj secili prind ndaj fëmijës së tyre dhe ashtu edhe mendoj që edhe në shkolla besoj që është ndaluar për me përdor telefonin, mirë po me punu edhe pak më shumë rreth kësaj. Më tepër të jetë Po me qenë më strikt, për shkak se e parandalojnë, mirë po rregulla strikte nëse vendosim atëherë çdo gjë ka rezultat. Si e sheh prindërimin në kohën e sotshme me prindërimin, po themi ndoshta para 20-30 viteve? Tash në kohët e sotit ka disa gjëra që janë përmirësuar, për shkak se ofrohen kushtet i kanë fëmijët më mirë dhe kanë hapësira për të vazhduar atë që dëshirojnë për të drejtuar, se kur kemi qenë ne si fëmijë nuk kemi pasur hapësirë ose kushte financiare për të shkuar në ndonjë kurs ose diçka që kemi dashur. E tash besoj që i kanë këto mundësitë, po shkaku si dukuri negative e shoh përdorimin e telefonit që po është i tepërt në kohët e sotit dhe më herët ka qenë pak më ndryshe. Linda, jemi krejt e minutat e fundit, çfarë do të kishte për të thënë Linda kundrejt jo vetëm prindërve, por gjithë atyre që patën mundësi të na shohin, edhe nga biseda, nga rrugtimi yt personal dhe profesional, por gjithsesi edhe për temën të cilën e diskutuam. Fillimisht faleminderit për ftesën, kisha kënaqësi që isha sot bashkë me ju dhe ndam disa gjëra që janë të levërdishme për të gjithë ata që na shikuan. Mendoj që vizita tek psikologu nuk është asnjëherë mos ta shohin njerëzit si shenjë dobësie, por është një forcë. Andaj të kujdesemi për shëndetin mendor sepse është po aq i rëndësishëm sa shëndeti fizik dhe të mos e lëm asnjëherë koha të kaloj, për shkak se duhet të kujdesemi vazhdimisht dhe të drejtohemi tek profesionistët e shëndetit mendor. Shumë faleminderit, kënaqësi që të pata në studio dhe po shpresoj që të shihemi herave tjera për diskutuar mbi tema mbi shëndetin mendor, sepse mendoj që janë gjithmonë të nevojshme. Kënaqësia ime. Faleminderit.